Tani, unë këtu kam një foto që është një protest e cila është organizu, nuk e di nëse regjia mund ta japi. Shikoni këtë. Kjo ka qenë protesta e 7 korriku të 2022-shit. Po, ka qenë një protestë që edhe për kushtet e vështira që organizua ishte masive në bulevardin. Ju kujtohet besoj. Unë gjykoj që ka qenë një nga protestat më të mëdha që kanë ndodhur në Shqipëri. Por arritja e këtyre numrave me 7 korrik 2022 ishte një gjirë foltoresh në gjithë Shqipërinë, komunikimin. Jo. Ishte krijimi i atij që u quajt Fronti i Shpëtimit Kombëtar, me njerëz të cilët përfaqësonin kauza në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, që kishin bërë protesta në qytete të caktuara, u organizuan disa tryeza, u dhanë mesazhe shumë fuqishme dhe keni parasysh që Partia Demokratike nuk ishte as vul, as para që i ka tani domethënë si parti politike, i kishte tjetër kusht, i kishte zoti Basha, as logo dhe as gjë, as godin. Dhe me kur sigurisht që ka frym dhe aktivizohen njerëz cilët marrin përsipër që të binë edhe grupe njerëzish tjera, sigurisht që protesta është e madhe. Nuk u zbatue e njëjta metodologji e 7 korrikut në raport me këtë protestën që ishte kësaj radhe. A janë ende në Shqipëri gjithë ata një opozitarë që kanë protestuar? Unë dyshoj me të thonë drejtën, dyshoj. Ka përshtypje një pjesë e tyre. Po, siç kanë ikë shumë shqiptarë. Podiumi është këtu i njëjti. Po, siç kanë ikë shumë shqiptarë. Prandaj mendoj që me këtë shembull që ne kishim nga protesta 7 korrikut, gjykoj që ne në rastet e suksesshme duhet ndjekim të njëjtën rrugë. Ashtu si në rastet e pas suksesshme nuk duhet ndjekim të njëjtën rrugë, siç është për shembull Komisioni Hetimor Parlamentar për me hetu zgjedhjet që vodhi Edi Rama, që s'do prodhoi asgjë për mendimin tim. Prandaj mendoj, aty ku kemi pas sukses, sigurisht duhet ta përsërisim. Tani, përsa i përket kauzës, se u tha këtu për kauzën. Një nga kauzat, nga 3 kauzat, ishte, domethënë 3, ishte çështja e Ballukut, çështja e familjes, e ligjit për barazinë gjinore. Që ju keni bërë një betejë bashkë me kolegët tuaj. Dhe jemi akoma në betejë, i kërkojmë presidentit mos ta dekretoj dhe do shkojmë gjykatë kushtetuese për me rrezu këtë ligj dhe sigurisht që do ta fitojmë sepse kemi drejt se jemi shumica. Dhe në rast se Rama mendon që e ka fituar çështjen, ta hedh për referendum, nëse ka mbështetje popullore. Tani do ndalem te kjo pikë dhe ta mbyll fjalën time. Për çështjen e familjes unë gjykoj që Partia Demokratike duhet bënte më shumë. Unë i kam bërë thirrje deputetëve të opozitës që me familjarët e tyre të vinin në ditë në protestë edhe ta mbanin parlamentin jashtë foltorës parlamentit. Besoj se do ishte lajm ndërkombëtar ky, dalja e deputetëve dhe për mi vendos vijat e kuqe e Edi Ramës së bashkëpunimit në raport me reformën zgjedhore apo territoriale apo ligje të tjera që këta do t'i bëjnë bashkë, që kjo është vija kuqe, sepse në rast se na preken fëmijët tan, duke na i rrëmby fëmijët dhe duke i ndruar gjinin, atëherë këtu nuk ka më politik, nuk ka më majtas djathtas. Këtë gjë Partia Demokratike nuk e bëri dhe aty ku unë jam i zhgënjym është pjesa që opozita ka 50 deputet dhe për këtë ligj votuan kundër vetëm 36 deputet, a 34 mos gaboj, nuk më kujtohet mirë numri. Por këta deputet të tjerë ku ishin? Dhe fatkeqësisht, pa dash me përmend emra, disa nga këta deputet që nuk e votuan ligjin kishin 10 ditë që dilnin nëpër ekrane dhe thonin se ç'a çmendurie do votoj Rama dhe ç'a ligji për barazinë gjinore që minon familjen do bëj Rama. Këta nuk shkojnë pra në rast se politika nuk ka moral, minimalisht duhet ketë lloj serioziteti. Dhe unë prisja në blok të 50 votat e opozitës kundër dhe për ta bërë këtë çështje kal betejë besoj unë. Sigurisht që në shesh do dilnin edhe njerëz tjerë. Për çështjen e Belinda Ballukut besoj është çështje normale. Unë do gjykoja që do ishte nderin e qytetarëve shqiptarë që dilnin në betejë kundër Belinda Ballukut, mos presin nga opozita, sepse thuhet opozita nuk bën protestë. Ku janë qytetarët e këtij vendi? Shiko, historia ka njoft 2 lloj populli. Ku janë ata të 7 korrikut? Ja, po tani shumica këtyre i ka përzon Rama, pra agenda kundër shpopullimit të Shqipërisë, se kjo nuk është lëvizje e lirë. Që ta mbyll. Ka 2 lloj popujsh, populli dele dhe populli ujk. Populli dele ka nevojë për bari. Populli ujk është ai popull që të shqy për drejtat e veta, nuk ka nevojë për bari. Prandaj mendoj që duhet shkojmë nga ky populli, siç e kemi parë në Francë, në Itali, në Greqi, po Serbi, patjetër, po s'kam qejf një marrë shembuj atë se një paralajmërim që Vučić deri në 2027-ën sinorin tek thana. Pra, edhe neve duhet ndjekim të njëjtin rast, tani të presim për bari, unë s'besoj se është e nershme. Kjo është.